nga rastet e konstatuara, asnjë punonjës i cili vjen në Shqipëri nuk ka detyrim që të paraqesi apo të kryej më së paku në qendra shëndetësore apo klinika të cilat kanë një përgjegjësimë në raport me rezultatet që ato ofrojnë për këta punonjës të huaj. Dhe nuk mund të themi që është një problematikë e madhe në sektorin e ndërtimit, por ajo që është më e rëndësishme dhe numri i tyre më i lartë është në sektorin e shërbimit, pra në hoteleri, në restorante, shumë së fundmi, kryesisht në sajte turistike, dhe të gjitha punonjës që vinë në vende dhe ku ne nuk jemi shumë sigur që kanë kryer kalendarin e vaksinimit apo jo, kanë smundje edhe tipike, jo të profilit të vendit tonë të smundjeve infektive, këta mund të jenë bartës dhe mund të jenë ata të cilët kthehen në spote infektuese për komunitetet të caktuara, të cilët më pas, dhe kjo është patjetër një hapësirë e parregulluar, të cilat institucionet e vendit duhet ta kenë në vëmendje dhe të ndërhyjnë përmes politikave konkrete për rregullimin, duke detyruar të gjithë punëdhënësit të cilët i punësojnë së paku të kryejnë analizat e tyre për të verifikuar nëse kemi të bëjmë me potenciale infektuese apo kemi garanci në ofrimin e standardeve të shërbimit që i ofrojnë qytetarëve dhe turistëve të ndryshëm.